e Punëve të Brendshme Gordane Jankullovska duhet t'i tregojë opinionit se çka fshihet pas qëllimit të MPB-s të japë letër njoftime me procedurë të përshpejtuar deri në ditën e zgjedhjeve. Jankullovska i ka borxh opinionit edhe në një pyetje shumë të rëndësishme. Ajo është nëse MPB-ja, ata 12.255 qytetarë për të cilët pohon se kanë dokumente me afat të kaluar, i ka futur në listën zgjedhore që Ministria e parashon deri te Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Pyeti sekretarin përgjithshëm i LSDM-s dhe shefi i shtabit zgjedhor të partisë, Oliver Spasovski. Qëllimi i vërtetë i pushtetit MPB-ja të japë letër njoftime me procedurë të përshpejtuar dhe pas përfundimit të verifikimit publik në listën zgjedhore nuk është interesi i qytetarëve. MPB-ja manipulon opinionin sepse dhënia e letër njoftimeve me procedurë të përshpejtuar ka kuptim përderisa ajo bë gjatë kohës së verifikimit publik në listën e zgjedhësve, gjithsesi deri më 30 mars, me që konform kodit zgjedhor, vetëm derisa zgjat verifikimi publik deri më 30 mars, personat të cilët do të marrin letër njoftime të reja mund të regjistrohen në listën zgjedhore dhe të votojnë, thot Spasovski. Sekretari i përgjithshëm i LSDM-s kërkoi që MPB-ja të japë përgjigje për pohimet e saj dhe të sqarojë çfarë të dhënash ka parashtruar deri te KSZ-ja që të hiqen të gjithë dyshimet për manipulimet dhe keqpërdorimet e mundshme.